Si mundet ne ta ndihmojmë këtë brez të ri? Kur them ne prindrit, ne media, mësuesit e tjerë, profesionistë, kolegët e tu, si mendon? Unë mendoj që ndihma e parë që duhet të bëjmë është vetë ne të informohemi dhe të mësojmë më shumë rreth grup moshës së fëmijëve tanë. Nëse fokusohemi për shembull tek adoleshentët me cilët unë kam prej 24 vitesh me të cilët punoj, ata janë një shkollë më vete. Duhet patjetër të mësosh për zhvillimin e tyre moshor, mënyrën se si mendojnë, dhe duke pasur parasysh dhe zhvillimet sociale, teknologjike, ekonomike që këto vitet e fundit, me thënë të drejtën, po ndodhin kaq shpejt sa edhe ne më të ngeshmit, më të duruarit, më të përgjegjshmit, na kapin ndonjëherë të papërgatitur. Imagjino këto brezat e rinj, domethënë që kanë të themi një mungesë njohurie të çfarë ka ndodhur për themi para 10 vitesh. Dhe kam parasysh këtu që edhe fjalë teknologjike si CD apo DVD me të cilat ne mund kemi rritur Realisht nuk e njohin. Vërtet nuk e njohin dhe ata të shkojnë së të habitur çfarë është kjo. Pra, vetëm nga zhvillimi gjuhësor i disa termave ne mund të kuptojmë pastaj se sa shumë gjëra të tjera kanë ndryshuar, kanë evoluar, kanë ecur përpara dhe sa ndikojnë të gjitha këto zhvillime në mënyrën e të menduarit, në mënyrën e të parit të gjërave. Të gjitha këto forma të menduari pasqyrojnë në një formë apo në tjetrën si në shtëpi ashtu dhe në klasë. Prindit për nga natyra priren të themi kapin ata aspektin e but, ai prindërimi i but që themi kohët e fundit. Ti kuptojnë, ti justifikojnë, nga ana tjetër shkolla pastaj i merr të themi sfidat apo këto ndryshime të sjelljes një çik më pak të themi seriozisht apo jo në mënyrë jo aq dramatike. Jo, ajo çfarë dua të them është që ndryshimet pastaj në shkollë janë të themi pak më rigoroze. Ne përpiqemi të ruajmë ato parimet bazë, të cilat vërtet mendojmë që formosojnë tek të rinjt një sens disipline dhe përgjegjshmërie. Por shpesh ndeshemi me vështirësi të themi. Njëra anë ky brez kaq energjik, kaq entuziast, i cili është vazhdimisht në kërkim të gjërave të reja, përvojave të reja, dhe nga ana tjetër prindrit të janë pastaj standarde dhe pritshmëri që kemi ne, jemi si të themi një trekëndësh, i cili në një moment të caktuar duhet të ulemi të gjithë në tavolinë, të kuptuar njëri tjetrin në mënyrë që të ndihmojmë në fund njëri tjetrin, të marrim nga njëri tjetri më të mirën të mundshme. 24 vjet ke takuar qindra e qindra prindër, qindra e qindra nxënës, qindra e qindra mësues. A funksionon mirë ky trekëndshi? Si mendon? Dhe çfarë kemi në dorë praktikisht të rregullojmë në këtë marrëdhënie? Nëse nuk funksionon, se po funksionoj, okay, që kemi perfekt. Nuk jetojmë në shoqëri perfekte. Individi për nga natyra nuk është perfekt, kështu që unë mendoj që vazhdimisht duhet një punë nga të tëra anët në mënyrë që ky trekëndësh dhe ky komunikim të funksionojë.